Faleminderit shumë. Kërkesat janë shumë të rëndësishme për neve edhe janë domethënëse se na projektojmë për klienta. Na normalisht egoizmi i profesionistit është i rëndësishëm për me bosanet veçanta, na mundom ju thonë që na jemi aty për me spjolon juve me gabu, por realisht pronari, ata të cilët kanë me jetu aty, ata e bojnë të veçantë qatë shtëpi. Domethënë, shtëpia, rezultati i shtëpisë shumëzohet me kërkesat e klientit, kërkesat e vendit ku ka më ndërtu, edhe arkitektit. Ideal, a priremi mi ndjek trendet sa i përket dizajnimit të shtëpive, apo kemi fillu në si shoqëri si Kosovë dhe me kriju trendet? Na, në përgjithësi, mendoj që si Kosovar jemi shumë real me ato që jemi. Jemi vetvetja, qëta që jemi, ne jemi shumë mirë në teshat tona, edhe mendoj që kjo na bën të veçantë, edhe jemi të guximshëm, nuk mërzitëm shumë për trendet, edhe kjo mendoj që na bën edhe shumë të veçantë. Edhe neve si profesionista, po edhe përgjithësi kosovarët si kërkesë. Duket që po shkojna drejt fundit të emisionit. Faleminderit shumë. Najsan, për vetëseja për Najsan? Se janë pjesë shumë të rëndësishme edhe ato balje, se na të sikur i lojmë shumë pak japëm rëndësi. Më falë që veç kuzhinës dhe sa mojnë të japëm rëndësi. Shqiptarë gjithmonë, adim se që aty e shojnë mësafir, që atë hapësirë ma shumë kanë qasë mësafir. Edhe baljën e mësafirve. Edhe baljën e mësafirve. Jo, më mësë datë që jemi në fund, thashtë edhe për fund, mëndoj që edhe ajo pjesë është shumë rëndësishme, se normalisht nuk ju kemi japë shumë rëndësi apsina vendimse dhe këtë rast banjove, po edhe banjo është e rëndësishme të trajtohet si apsine cila e krymë një pjesë të rëndësishme të funksioneve brenda saj, edhe përmi gjitha është shumë rëndësishme me qenë në frekuencë i gjithë dizajni shtëpisë. Se na kemi pa që shumica sot është i këshyrën edhe në për aplikacionet ndryshme, AI, Pinteresta, edhe shohin e që qëta e mora pistujt e buna qëto edhe përfundona e me një shtëpisë me lalamani edhe nuk e kryan atë përshtypjen e ndërlidhjes njënës me tjetrës. Që mendoj që ajo është elementi kryesor që një profesionist të dallon prej dëbonit vetë shtëpinë, që prej jashtë edhe mrena dhe gjitha hapësinat me pas një gjuhë të përbashkët. Qëto pritë se përdu me pyte dhe diqka. Shpesh herë më ka rastis në disa banjo jo shumë të mëdha, që janë dy lloj shollesh. Kjo lidhet ashtë i pakës edhe prap me mentalitetin. Italia është që e ka biden, i thënë bide, sholja realisht nuk ka tajret, po e ka biden e cila shërben për pastrim pas sholës. Kjo vjen për Italis, edhe në Shqipni e përdojnë shumë. Në Shqipni, nëse i bën dikuj banjo pa bide, është e pa imaginushme. Kurse këtu të na i kemi prej Turqisë, që i kemi 2-in-1, 2 jatë dhe 1 i kemi.